Reshjet e dendura të shiut kanë sjellë prurje të mëdha ujore në lumin Krena, Erenike, Lukac, duke shkaktuar rritje të shpejtë të nivelit të ujit. Si pasojë, në disa pjesë lumenjt rrezikuan infrastrukturën përreth. Ekipet e televizionit Syri gjatë gjithë ditës kanë siguruar imazhe nga tereni në zona të ndryshme për skajshtrati të lumenjve. Në rrugën 14 Qershori vërehej një prurje e madhe ujit, por shtrati i lumit dukej mirë. Ndërsa në rrugën Shote Galica situata ishte më ndryshe. Banorët prapa kamerës kërkonin nevojën urgjente për ta sanuar situatën, e cila ishte krijuar nga rreshjet e vazhdueshme të shiut, duke i penalizuar banorët edhe në qarkullimin ditor. Kjo pasi në disa pjesë të zonës uji dhe mbeturinat kishin marrë një shtrirje të gjerë. Tutje ekipi ynë siguroi pamje filmike edhe në lumin Lukac, ku edhe aty shihej një prurje e madhe e ujit. As pak më mirë nuk qëndronte as rruga Bujaroka. Rreshjet e dendura ndikuan që një segment rrugor në këtë zonë të bllokohet. Probleme të ngjashme janë raportuar edhe në disa zona nga shikuesit tanë, brenda qytetit, por edhe në fshatra të Gjakovës.